Një 58 vjeçar është ekzekutuar mëngjesin e sotëm me 3 plumba në Vlorë. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Hajro Çakëri në orën 6 të mëngjesit teksa Renato Hoxha po shkonte në shtëpi. Sipas informacioneve të mbledhura, ai është qelluar në afërsi duke shkuar në banesë tek shkallët e hyrjes së pallatit. Ka qenë bashkëjetuesja e tij, ajo që ka dëgjuar të shtënat dhe më pas ka parë trupin e vdekur duke njoftuar policinë. Ajo ka shpërthyer në lot duke thënë, "E vran, mo e vran", ndërsa më pas është marrë në pyetje nga policia. Dyshohet se autorët mund të kenë hyrë dhe nga një rrugë tjetër pas lagjes, e cila ishte si shtek pa kamera sigurie dhe në errësirë totale. Ndërkohë që ende nuk ka asnjë pisë në lidhje me shkakun, teksa policia e Vlorës ka marrë dhe kamerat e sigurisë së disa subjekteve aty pranë ku mendohet se mund të ketë kaluar autori. Viktima ishte i divorcuar, baba i 2 fëmijëve dhe bashkëjetonte me një grua. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.